Çka ofroni ju tash, po shihen këtu janë domates. Janë tikun 7-8 lloje të specave, një 5-6 domate, të kastraveca tikun një 3-4. Mandej është edhe programi për fushë të hapur, siç është brokoli, është lule lakra, është shalqiri, është piepri e tjera. Dhe fidanet thoni që janë cilësore të shëndetshme. Të shëndetshme. Garantoni këto. Ai këshilloni ju si të bëhen praktikat kultivuese. Normal, me rëndësi. Me rëndësi të fermieri është ujitja. Do me thonë, e keqja ma e madhe është ujitja. Disa fermerë e lanë bimën pa ujë, e disa e vaditin shumë. Po shumica e vaditin shumë, sidomos në faza të hershme. Kur të mbillet fidoni, derisa të fillon lidhja e frutave, nuk ka kërkesa të mëdha për ujë, për arsye se edhe temperaturat nuk janë të larta, koha është e vrant, me rreshje të qiut, edhe ata shkojnë aplikojnë ujitje tepërta dhe ajo është një problem shumë i madh për arsye se aty kemi asfiksim të sistemit rënjuar, do me thonë sasia tepërt e ujit e nxjerr oksigjenin prej zonës ku shtrinjë sistemi rënjuar, edhe faktikisht aty gjosat janë shumë të mëdha për mu prek prej smundjeve kurdhore edhe bakteriole të cilat gjenden dukë. Këto fidane janë për kultivimin e sera natyrës, që është me rëndësi edhe aerosja e serës. Janë edhe për kultivim të sera, po edhe për kultivim në fushë të hapur. Domethënë çelësi kryesor i suksesit në prodhimtarinë e perimeve është përgatitja e fidaneve cilësore. Mandej në sera është aerosja dhe ujitja optimale. Nëse nuk bëhet aerosja, nëse s'kemi aerosje, dhe nëse kemi ujitje tepër, atëherë smundjet janë të pashmangshme. Preferohet kryesisht ujitja pikpik. Ujitja pikpik është shumë më e mirë, për arsye se bima ujitet normal, njëjtë ujitet, përdorimi i folisë të zezë, ose përdorimi i folisë e zezë, foqja domethënë në tokë edhe për mi është e parë. Ajo përdoret edhe për prodhimtarinë biologjike, domethënë folia e mbron bimën prej lagështisë tepërt, e ruan lagështinë e tokës, edhe në këtë formë na mujna me kursye edhe ujin. Domethënë sistemi i ujitjes me pika nuk harxhon ujë shumë, po ujitja punon në mënyrë optimale.